Si dëgjohet shpesh të thuhet që të jemi shumë po monopolizohen, duke pasur parasysh që të ftuarit shkojnë sa nga njëri nga anali tjetri për të krijuar të njëjtat konflikte, ndoshta edhe për të trajtuar të njëjtat tema. Unë nuk kam trajtuar nuk di të them tani. Jo, zakonisht për tregun mediatik shqiptar. Nuk di të them tani, ka qelluar që për shembull mund të ketë qenë të dy emisionet kanë bërë të njëjtën temë, kanë pasur të ftuar të ndryshëm, ose kanë pasur tema të ndryshme për të ftuar të njëjtë. Qëllon, nuk është unë vetë përpiqem të modestësisht them ja kam arritur këtë që kanë promovuar fytyra të reja, që pastaj nga unë i kanë marrë dhe të tjerët. Nuk është përgjegjësia ime sepse ata janë njerëz të tjerë që shkojnë ku duan. Rëndësishme është që në Top Story mund të kenë ardhur me mira personazhe publik, politikan, jo politikan, specialist, analist. Dhe unë mendoj që jam krenar që nuk jam munduar të shmang për rutinën edhe për sa i përket të ftuar. Në emisionin tim nuk ke të ftuar që flasin për gjithçka. Kjo është shumë e rëndësishme. Ja nuk mund të kesh një personazh që flasi për Erosin, pastaj për politikën, pastaj për ekonominë apo për problemet e prerë sociale. Në emisionin tim zakonisht ka të ftuarit politikë, të cilët unë mundohem të marr ata që janë më afër përgjegjësive publike që janë ambulojnë, qoftë në qeveri apo në opozitë. Ka her pas here, nuk po them gjithmonë, po ka her pas here, në mundohem, sidomos se fushatën po e përdor shpesh që kur diskutoj tema të caktuara të ftoj njerëz në grupet e interese, të cilët janë deri diku jashtë influencës partive politike dhe flasin pas interesave të tyre. Pastaj interesat e tyre mund të jenë më afër qeverisë apo më afër opozitës, kjo është çështje e diskutimit. Dhe ka padyshim një grup kolegësh dhe analistësh, po nuk jam kufizuar vetëm tek ta, unë shpeshherë kam ftuar gazetarë të thjeshtë, ose gazetarë të terrenit apo redaktorë gazetash, të cilët janë më shumë të lidhur me lajmin se sa analistët që shpeshherë i marrin lajmet nga këta gazetarë. Dhe ndonjëherë unë them më mirë shkosh te burimi, sesa të shkosh tek ata që e pin ujin me gotë, domethënë nga mediat e tjera. Padyshim që mund të ketë përplasje, pasi ndonjëherë tema është kaq e madhe, saqë ti nuk e shmangesh dot. Sigurisht një apo dy apo tre emisione mund të trajtojnë të njëjtën temë gjatë gjithë javës. Ky çiftu i suksesit, nëse ti do të kesh sukses mbi të tjerat, është që duhet zgjedhësh personazhet e duhura, po, por padyshim ta trajtosh temën në mënyrën e duhur. Mendoj që trajtimi i temës në mënyrën e duhur, natyrisht me një linjë editoriale të pavarur, sa më larg ndikimeve subjektive dhe sa më pranë opinionit dhe interesit publik, ty të sjellë sukses ndonjëherë më shumë se sa kë personazh ti ke marrë. Ka qelluar që kanë pasur ministra të caktuar për tema të caktuara, të cilët nuk e kanë pasur ide, apo përfaqësues të opozitës, të cilët kanë ardhur për të folur për tema të caktuara, duke menduar që ata do ishin njerëzit më interesantë dhe kanë dalë më interesantë përfaqësuesit e grupeve të interesit. E rëndësishme është që kur bëhet shumatorja në fund, ti të kesh një ide të qartë nëse emisioni ja ka arritur qëllimin apo jo. Nëse ka arritur qëllimin, natyrisht mund të shijosh suksesin për pak minuta, por edhe të reflektosh. Nëse nuk e ka arritur aty ku duhet, nxjerrë shënimet e duhura në mënyrë që herë tjetër kjo gjë mos të përsëritet.